Sikundër edhe nga ana tjetër e kufirit në Greqi, kanë qenë ditë që kanë furnizuar tërësinë e basenit të Vjosës dhe ujërat shkuan në lartësitë kritike, do të thoja në një moment, në Përmet dhe në Memaliaj që ishin pikat ku ne masim edhe pritshmëritë pastaj që vijojnë në Grykderdhje. Ndaj që prej 48 orësh praktikisht ne kemi dislokuar forca, mjete, ekskavator, fadroma, mjete me krah gjatë për të bërë disa përforcime në zonën e Mifolit, sidomos nga ana e fshatit Fitore dhe aktualisht jemi në monitorim të situatës duke pasur parasysh që do jetë një natë dinamike, presimende rreshje në gjithë zonën e Vlorës dhe në zonën bregdetare, të cilat mund të vinë të vështirësojnë situatën hidrologjike dhe meteorologjike në këtë pjesë të vendit. Nuk kemi ende jashtë rrezikut, po monitorojmë në kohë reale të gjitha prurjet që vinë në basenin e Vjosës, qoftë edhe pjesën e Drinos, Shushicën, dhe jemi në kushte, mund të themi, ku kemi një stabilizim të ujrave. Shpresojmë që në orët e vijim të mund të njoftojmë publikun edhe për një ulje, një regres të niveleve, çka do ta çlironte edhe rrezikun e pjesës së Mifolit, pjesës së Vlorës dhe të Fierit. Qartë, Ministër, doja dy pyesja për një lajm të minutave të fundit, në fakt, dhe shembur një urë në Delvin, urë e cila lidh disa fshatra, si pasojë janë izoluar totalisht banorët e këtyre 3 fshatrave që lidhin Delvinën, por gjithashtu edhe Saranën. Cilat janë masat konkrete që janë marrë në lidhje me këtë? Është informacion i sakt, shëmbja ka ndodhur para disa orësh në fakt, nuk është lajm i ri. Kemi dislokuar aty edhe mjetet forcave të armatosura dhe bashkia në tërësi me mjetet e saj, bordet e kullimit, apo edhe mjete private që kemi vendosur në dispozicion të bashkisë Delvin, janë angazhuar dhe praktikisht në atë zonë, qoftë në Delvin, në Finiq, lumenjt janë kthyer në shtretrit e tyre, qoftë Kalasa, qoftë Bistrica, dhe besoj se kemi një përmirësim të ndjeshëm të situatës në 3 orët e fundit. Ura që përmendët ju në fshatin Lefterhor praktikisht ne kemi vendosur që të presim edhe frontin e tretë që do kalojë mbi Delvin me disa vërshime intensive në orët në vijim dhe direkt mbas atyre vërshimeve do bëjmë një ndërhyrje rikualifikuese për të krijuar akses të plot. Ajo që ka rëndësi t'ju them është që banorët janë në gjendje të mirë, janë komunikim të vazhdueshëm, sapo pata një komunikim me kryetarin Veliu pikërisht për këto 3 fshatra dhe kemi siguruar të paktën që janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe patjetër do krijojmë akses në momentin e parë që kalon fronti, sepse rrezikojmë që po të ndërhyjmë tani do mund të shëmbet sërish nga vërshimet që presim për pak kohë. Kështu që kemi vendosur të kemi pak durim dhe mjetet janë aty, fadromat janë aty, sikundër edhe disa mjete tombino në mënyrë që të pozicionohen dhe të plotësohet ai boshllëk të paktën në mënyrë provizore dhe pastaj të kemi atë ndërhyrjen kualifikuese për fundit.